Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi protestën dhe e curinë se si po vjen kjo protestë, por edhe se si e shohin shqiptarët e diasporës, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre qoftë ditën e djeshme, por edhe më parë në këtë protestë. Po ku do ta çojë vendin kjo protestë dhe sa gjasa ka që ta rrëzojë Edi Ramën? Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar zotin Venedik Hoxhallari nga Meniu i Gjermanisë, i cili në këtë rast është edhe një aktivist i njohur. Zoti Hoxhallari, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Venedik, si e shikoni protestën e cila tashmë ka hyrë në një lloj faze tjetër deri diku edhe të dhunshme, dhe sa gjasa ka që ta rrëzojë kjo protestë Edi Ramën, duke qenë se ka pasur edhe mbështetjen e diasporës? Shiko, Bardhi dhe nderuar gazetar, unë di të them që nga dita e parë dhe deri më sot, sigurisht që nuk jam vazhdimisht aty pranishëm, por kam qenë në ditët e para të asaj proteste, jam rikthyer përsëri, jam rikthyer në Gjermani, kam ardhur këtu për të parë dhe punët e mia se si do shkojnë, sepse nuk e kishim parashikuar që shkonte kaq gjatë nga fillimi i kësaj proteste. Tani kjo protestë ka hyrë në ditën e 35 dhe nuk e dihet se sa mund të vazhdoj, por atë që di të them është sepse them që kjo situatë sot është bërë dhe akoma më e vurbull, sepse nuk ka, do ta quaja paksa, nuk ka, është po shkon si një trup pa kokë deri diku. Unë di që dëgjoj aty në atë protestë, revolucion, njërën, tjetrën, për flamingo, për një shumë mirë, e drejtë dhe për çdo gjë. Është e drejtë çdo qytetari të nxjerrë çdo lloj slogani dhe të thotë atë që ja ndjen shpirti. Por do qëndroja tek një pikë, ajo që thuhet revolucion, revolucion, revolucion. Unë me sa njoh nga eksperjenca e aktivizmit tim, di që revolucionet nuk kanë një jetë gjatësi, dhe ato janë rezultative në gjatë kohës së ecjes së tyre. Madje nëse do ishte revolucion, kjo situatë nuk do shkëpuar më shumë se 10 ditë. Madje gjitha revolucionet nuk kanë zgjatur jo më shumë se 3 ditë. Kështu që unë për mendimin tim, kjo tezë zgjatje nuk e di se ku po shkon dhe ku do shkojë, dhe për sa i përket qeverisë së korruptuar dhe 1001 arsyeve që populli proteston dhe thërret, unë do të thoja që Edi Rama në këtë mënyrë me poezira e me flamingo e njërën tjetër nuk ma ha mendja që i bën një përshtypje. Do të thoja që protestat do të përshkallëzuar në mënyrë më të fuqishme për t'i thënë se ai mund të vijë në punë në zyrën tonë dhe ne ndarkë mund të protestojmë tërë natën. Ai prap fleje dhe bën rahatin e tij dhe vjen punon në zyrën e vet. Por ajo zyrë është vendi i punës ku ai pronari vetëm që ka është sovrani, dhe sovrani do të bëjë një gjë. Në vendin e punës, nëse nuk je i denj, më ke vjedhur, je i korruptuar, ti duhet ndalosh të shkuari më në punë. Sikundër çdo menaxher, se shteti ose kryeministri është menaxheri i një shteti, nuk është babai i atij kombi. Kështu që unë e shikoj që në orën 7 të mëngjesit ai shkon rahat në zyrën e tij, shkon rahat mbasdite në orën 1 apo 2 kur e le punën, dhe njeri nuk i hyn në hak askujt në këtë proces, por as ti si hyn gjëm në këmbë. Kështu që unë do doja që kjo situatë të përshkallëzohet, që nga momenti që ai del nga shtëpia, drejtohet drejt vendit të punës, që quhet kryeministria, ti do prerë kjo firom njëre milë dhe do thënë stop. Këtu është Zot sovrani, dhe ti në momentin që nuk je i denj për të na drejtuar dhe kemi 1001 arsye që të kundërshtojmë, duhet të japësh dorë heqje, në të kundërt ne të vëmë këtu një barrikadë dhe ti do hysh kur ne të ta lejojmë ne, jo kur duash ti. Ky është mendimi im, mbas edhe jam i gabuar, por ky është mendimi im. Në këtë rast, si e shikoni, protesta do duhet përshkallëzuar që të jetë më rezistente, që qytetarët vazhdojnë të qëndrojnë përpara kryeministrisë derisa Rama të jap dorëheqjen, apo duhet gjetur një formë tjetër? Sigurisht që do të gjetur edhe një formë tjetër, por dhe kjo që kryeministrit dhe ministrave të tij, ku unë me sa njohuri kam, që janë 250 punonjës që shkojnë të punojnë çdo ditë nga ora 7 në kryeministri, dhe këta vazhdojnë ta bëjnë punën e tyre dhe korrupsioni vazhdon të bëhet dhe ligjet në parlament vazhdojnë të kalojnë e gjitha me radhë.
unë di që në të gjitha protestat dhe ashtu si e quajnë disa revolucion, përshkallëzohet me bllokimin e rrugëve, me bllokimin e subjekteve, me bllokimin e gjithçkaje, për të thënë revolucionit dhe të korruptuarve fund, duhet një përshkallëzim i kësaj natyre, si po them unë, ujqit të dhënë rrugën me traktor, ai sindikata, nëse për që se ekzistojnë në Shqipëri sindikata, po njerëzit, doktorët, taksistë, gjinjtë, ata që kanë atë lokali duhet ta mbyllin dhe të jenë aty në pranë gjithë këtyre protestuesve, të rinjve dhe studentëve. Prandaj unë do ta çoja në një tjetër drejtim. Duhet një përshkallëzim i paralizimit të këtij pushteti, në të kundërt ky do vazhdoj të bilbëzoj aty, herë na quaj arrogant, e herë na quaj çorra, e herë na quaj budallënj, si ti vi aty për mbar flet. Po ta vesh re, në ditët e para, 5 ditë e para, ky ishte në një tension të çmendurie dhe aludonte në të gjitha mënyra sepse nuk gjente do zgjidhje, por mbas datës 6 ky arriti që të ketë dhe dorën brenda aty me eksponentët e vet, dhe kështu situata unë besoj që është e kapur. Prandaj ai është kaq i qetë, dhe nuk po të ishte se do ishte në situatë, po. Pra ju thoni se Edi Rama e ka kapur deri diku protestën. Sigurisht që ka njerëz të tij brenda me 100%. Madje jo vetëm ai, por dhe vëllai i tij siames Sali Berisha, sepse këta kur i dhe njerit dora e ndjen dhimbjen dhe tjetri, edhe ai pothuajse ka dorën brenda kësaj proteste, dhe kështu është bërë një miks aty brenda që çdo kush që do të thotë të vërtetën e vuajtshme të këtij populli, o i hiqet mikrofoni, o devijohet biseda, ose anatemohet e kështu me radhë. Ku një nga këta jam dhe unë që jam anatemuar nga kjo protestë. Në këtë rast, si e shikoni rolin e diasporës dhe vetë emigrantëve, sa e kanë tronditur ata Edi Ramën? Po të marrë shkas protestat që ndodhin këtu në Gjermani, në Britaninë e Madhe, në Amerikë dhe kudo në Europë dhe në mbar botën, ditë them që shqiptarët kanë një vullnet të papar për të patur një ndryshim rrënjësor në vendin e tyre, sepse e duan të drejtën, e duan të bukurën, e duan dhe më të mirë, dhe për faktin se jemi dhe një popull punëtor dhe kemi treguar kudo që e duam më të mirën. Ditë them që nga diaspora vullneti është i pa imagjinueshëm, por do të ndalë në një aspekt. 2 herë diaspora ka ardhur me makina dhe ka dashur të bëj atë, japë atë praninë e saj aty. Unë jam kategorikisht kundra kësaj, sepse atë dhe unë nuk çlirohet duke ardhur me makina të shtrenjta dhe duke bërë show. Dhe në një farë kuptimi e kam thënë dhe do ta them në intervista të tjera, po dhe në rrjetet e mia sociale, që ky është një show partijak i disa simpatizantëve që nuk nguroj dhe ta them të Adriatik Lapajt, që të vetme gjë që ju pëlqen të bëjnë këtë është një show edhe asgjë tjetër. Me makina të shtrenjta, duke treguar që ne po vim, gjithë ai argjim për çfarë? Dhe tek e fundit fare çfarë tregoi mbrëm, pikërisht mbrëm, asgjë, rezultati 0. Dhe para disa ditëve, 10 ditëve më parë, çfarë tregoi? Rezultati prap 0. Asgjë s'ka ndryshuar. Madje më lejo të them dhe një diçka dhe po e mbyll këtu këtë pyetje. Mua po më kujton pak Lulbashën dhe Sali Berishën, që dita e fundit, kilometri fundit, nesër pas nesër, 24, 34, 44, dhe kjo që është një maraton pa fund dhe asgjë në fund fare. Si i themi ne në Shqip dhe populloshe, një vrim nduj. Fernetik, si e shikoni përpjekjen e Edi Ramës për të bllokuar në kufi qytetarët e Kosovës që të vinë në Shqipëri për të protestuar? Se ka pasur, raportohet se ka pasur vonesa dhe bllokime deri diku në kufi sa i përket hyrjes qytetarëve të Kosovës, pra shqiptarëve të Kosovës, për të protestuar në Shqipëri. Unë do të thoja diçka si advetar, si shqiptar, që është e papranueshme që t'i vesh në kufi vëllezërve Dardan, qofshin ata nga Ilirida, qofshin ata nga Malizi dhe nga Do, qofshin ata që vinë nga vende të tjera si emigrant, por jo vetëm. Është e papranueshme që një shtet demokratik, se paqet në thonjza si shtet demokratik dhe një vend ku është antar për në Bashkimin Evropian, nuk ma ha mendja që do ta bënte një vend që ka një demokraci të konsoliduar, i vinte
ndalesa çdo qytetari që do të hynte në Republikën e Shqipërisë pa ditur se çfarë pikpamje apo çfarë piksynimi ka ai. Çdo qytetar ka të drejtë të ndërhyjë, të hyjë në Republikën e Shqipërisë, qoftë për turist, qoftë për të demonstruar, qoftë për gjithçka. Atje ti do ta neutralizosh nëse ai është i gabuar apo po bën një veprim që është kundra ligjit. Është për mendimin tim është kategorikisht e gabuar. A mendoni se diaspora mund t'jap një kontribut shumë herë më të madh, duke qenë se është dhe e pavarur në një farë mënyrë nga interesat caktuara siç janë shqiptarët brenda Shqipërisë? Diaspora unë do thoja që sot për sot është motorri më i fuqishëm i ekonomisë shqiptare, që mban Shqipërinë këmbë. Pikërisht nga kjo do të nisem që do të them se diaspora do jetë ajo që do të japi zgjidhje dhe kësaj krize politike që tashmë ka hyrë vendi këtu një muaj e ca, dhe besoj këtu tek fuqitë për faktin se kam dhe komunikimet, sigurisht që kam dhe me Tiranën, por dhe me miq të diasporës, intelektual, biznesmen, të cilët gjithmonë kontaktoj, madje unë kam qenë dhe me shumë nga këta në Tiranë, ditë them që e vetmja gjë që mund të japi zgjidhje kësaj situate dhe ta çojë Shqipërinë drejt një rruge dritë gjatë është vetëm diaspora, dhe një njeri i mirë informuar, i mirë shkolluar mund ta drejtojë vendin si kryeminist apo si president, sepse vetëm ai atë ndjen dhimbjen atë dheut dhe vendit ku kanë lindur të parët e tij. Po si mendoni, pse emigrantët nuk vinë në Shqipëri të ngulen këtu derisa të largohet Edi Rama? Këtë jam dakord me ty dhe duhet që të ketë një organizim midis, sepse ne shqiptarët jemi edhe pak kryeneçër dhe këtu nis dhe e gjithë çudia, se ne themi si kush unë kam malin më të lartë, ai tjetri më të lartë e kështu me radhë, dhe mundojmë të gjejmë kush ka malin më të lartë të malit këtu. Por unë do doja që të gjithë qytetarët emigrantë të Republikës Shqipërisë që ndodhen në vendet respektive, qoftë në Gjermani, në Amerikë, qoftë në gjithë Austri, Zvicër e kështu me radhë, do doja që të ulen dhe të diskutojnë së bashku për të gjetur një zgjidhje, dhe mua personalisht si Venetik Hoxhallari, di të them që unë mund ta lë punën dhe 2 muaj, se kam problem fare. Jam i aftë ta mbroj ekonomikisht familjen dhe veten time dhe të jem aty në shesh edhe për 2 muaj. Por ajo që më bën është sepse dhe organizatorët e kësaj proteste duhet të jenë akoma më tolerues me diasporën. Tani, çfarë piksynime ke ti si drejtues, është e drejta jote, unë nuk jam as shpirtin tënd as mendjen tënde. Dhe këtu nuk po flas për ty, se po flasim kështu në mënyrë personale për drejtues asaj proteste. Duhet i lënë të flasin lirë. Çdo kush, përderisa flasim në një protestë paqësore, çdo kush do të japë mendimin e lirë. Dhe në momentin që ti shkon dhe bllokon mikrofonin dhe bën pjesë tënden dhe thua ti do flasësh ti do flasësh te, ne aty do flasim dhe për Izraelin, dhe për Palestinën, dhe për të mirat, dhe për të këqijat. Tek e fundit fare, një gjë do të them si shqiptar. Ne kemi një traditë në tavolinën tonë, në sofrën tonë do të flas me shqip, mund të ulet izraeliti, amerikani, italiani, gjermani, po do ulet në kushtet e shtëpisë time, jo si do ai. Në sofrën time jam unë zotri, dhe ti do të dëgjosh e sapet e shtëpisë time si i kam unë, dhe do hash atë që ka vënë në sofër, dhe jo atë që do ti. Për mendimin tim, se kam dëgjuar aty në protestë, jo mos fol për Izraelin, jo mos fol për këtë, mos fol për atë, jo parrull, po kështu parrull, poshtë mediat, kjo, ajo, dhe të gjithë këta eksponentë që drejtojnë aty protestën, i shikon nga ngjezi ndarë te Top Channel, te kjo, te ajo, atje. Nga momenti tu bjen kontradikt me veten. Çdo kush kur thot bojkoto mediat, po ti vetë shkon te mediat. Shkarkim të qeverisë ose dorëheqje, po ti shkon dhe thua dua 5 pika. Ti tash do shkarkimin e qeverisë apo do 5 pika? Atëherë zgjidh çfarë kërkon. Do të thënë aludime të panumërta dhe një zgjidhje s'ka. Madje tani do përmend se po iki kësaj pak pyetje dhe po vjen çfarë. Revolucionet, unë me sa njoh nga eksperjenca ime si aktivist, revolucionet janë ato që nxjerrin lider. Po ky revolucion nuk ka një lider. Dhe nëse do kishte një lider, kjo situatë do të marrë zgjidhje shumë shpejt. Kështu që toja që këta shku të gjej liderin e dur dhe jo mashtruesin e radhës. Në këtë rast, si mendoni, pse protesta është në këtë lloj kaosi, pra që nuk ka një lider, a mos ndoshta është një lloj strategjie që Edi Rama të mos e kap, po themi, protestën nëse ka një lider apo nëse ka disa koka drejtuese? Nëse Edi Rama nuk do kishte dot akses në këtë protestë, të siguroj që
nëse ti mban mend më mirë se edhe gazetar je i fushës, ai filloi po bënte rolet e prostitutës, të fallxoreve, e filloi po ikte nga fiqiri, kështu që nëse do ishte pa kontroll në atë protest, siguroj që ai do kishte bërë akoma më keq. Dhe këtu do marr si shembull Ilir Metën, po ta shikoni në kohët e fundit Ilir Meta filloi dhe po fluturonte nëpër pemë, nëpër maja e nëpër gërxha. Ky nuk do merrte gërxhat, ky do kishte marrë litarin, siguroj unë, nëse ky do kishte akses. Do kishte marrë litarin, do kishte ikur me të këqija që i ka bërë këtij vendi. Do kishte marrë litarin dhe ta shikojë gjykun jo të bënte fiskulturë si Ilir Meta, por do kishte marrë litarin dhe do kishte marruar punë me njerëz, as dorëgjës do kishte dhënë. Nëse do kishte akses në këtë protestë. Kështu që me 1% që ka dhe ai veglat e tij aty brenda, sigurisht dhe Sali Berisha është 1% dhe ne kemi parë eksponent të panumërt, por këtu nuk do të ndryhy shumë tek çështja politike, do të them sepse diçka tjetër. Ata që drejtojnë këtë protestë dhe që janë aty, duhen drejtues të kësaj proteste, duhet të kenë një strategji dhe një maturit pa parë, sepse bëhet fjalë që po mbajnë në këmbë një popull 30 ditë dhe në fund fare, nëse ti humbet të kaos, do të quhesh jo heroi i këtij vendi, po Hamzai i këtij vendi. Valentik, si shikoni rolin e Dritan Goxhait në këtë protestë? A mund të jetë ai një element ose lider i kësaj proteste, apo nuk i ka ato cilësi, pavarësisht se është atakuar edhe nga kryeministri Edi Rama, duke cilësuar si agent të Iranit? Po, unë Dritanin e kam ndjekur dhe më përpara, e përgëzoj për guximin që ka si atletashtë dhe si patriot, por atë që dua të them në ndërhyrjen e tij të parë dhe kur doli që nxori një sër pikash dhe me keqja më e madhe është se kur doli në një media dhe tha që ky ikën me plumb. Sigurisht që dhe unë jam që këtë ta heqim një orë më parë, por jo në mënyrë brutale, sepse tek e fundit fare çdo njeri ka të drejtën të jetojë aq sa ja ka dhënë Zoti dhe nuk mund t'ja vendosim neve ditët e jetës. Për sa përket Dritan Goxhait në pjesëmarrjen e tij në këtë protestë, unë di të them që Dritan Goxhai disa mendje mykur aty brenda po e përdorin. Dhe ky është fakt, ky është mendimi im, unë nuk mund të them. Dritan Goxhai e njoh për një djalë guximtar, e njoh për një djalë nga rrjetet sociale, se s'kam një takim personal me të, thjesht me tjatin e tij kam patur komunikime në rrjetet sociale, kaq dhe deri aty. Por di të them që është një djalë ekselent, një djalë i përgatitur dhe një djalë trim. Dhe shumë e sedër dhe ajo sedër e bëri që shkoi dhe bëri atë gaf aty në ato 5 pikat e disa gjëra të tjera ta, dhe kjo është mendimi im personal. Këtë disa mendje mykur e morën në qafë. Ky është mendimi im për Dritanin. Duke parë protestën e cila gjendet në këtë fazë, si e shikoni ecurinë e saj, deri ku mund të shkojë? Unë në një koment të një mikes time që më ka ardhur, më kam komentuar në një postimin e fundit, i kam thënë që vaj vatani e mirë mileti, çnagjeti, në atë vend do fitojnë parazitët, pisat e maskarent, dhe në fund me gish në gojë do të mbeten emigrantët, fukarent dhe të varfrit e atij vendi. Ky është përfundimi im për atë protestë. Me atë që po shoh sot. Nuk e di ç'do të ndodhi nga nesër e tutje. Pra, sipas jush ka shumë pak gjasa që Edi Rama të rrezohet nga pushteti. Me këtë ecuri dhe me poezira dhe me arkivo landor e me ato që pame me torta, mua më duket një show që e kemi treguar kulturën që ne jemi më lart se europianët, më lart se çdo kush, nuk e vë askush në dyshim, por nga këtu e tutje nuk është koha më e poezive, nuk është koha më e fantazive, është koha e veprimit. Dhe revolucioni që do t'ja përmend edhe atyre mendjen dritureve të partive të reja, që vetëm thresin revolucion dhe Shqipëri e re, se do të themi diçka për Shqipërinë e re, po pak më vonë, nëse koha na premton, do t'u them se me këtë ecuri më duket shumë e zyt. Ne nuk do të flas më tepër, të hyj më thellë, sepse do filloj të paragjykohem dhe ka filluar të paragjykojnë jashtë mase, thonë jo s'të kanë dhënë vëmendje, jo njërën, jo tjetrën, dhe ti del dhe flet. Një gjë do ta them miku im gazetar, që to fjalët e mia, historia do t'i tregoj dhe do jenë xhevair që nga dita e tretë dhe deri në përfundimin e kësaj. Ky është fakt dhe çfarë kam thënë deri më sot ka ndalë si i kam parashikuar. Madje mbrëm një miku im nga
Kosova më ka thënë Tiki, çfarë ke thënë deri më sot ka ndalë 1-1, sikur ti ke shkën ai truri që e di këtë gjë dhe jo parashikime. Kështu që unë e parashikoj shumë të zymt nëse nuk veprohet ndryshe. Sot për sot jemi në një rrugë pa dritë. Si e cilësoni termin që përdoret në protestë Shqipëria e re, mos ngjason me ato të kohës së enverizmit? Pikërisht këtë do të thoya dhe unë kam bërë një postim për këtë dhe kam thënë që Shqipëria e re është një term, si i thëshim në kinostudio Shqipëria e re, e tjera me radhë, mos i përmend. Dhe nuk e di se kush ai mendjen drituri që e nxorri këtë dhe shkuan dhe të tjerët e pasuan. Shqipëria e re ka filluar që në 1912 dhe nuk ka nevojë që të themi Shqipëria e re sot, sepse Edi Rama që ai që tha rilindja dhe e pam rilindjen, ne nuk do të shikojmë një rilindje tjetër si kjo rilindja e Edi Ramës, me këtë Shqipërinë e re dhe këty mendjen driturve se ka goxha mendjen dritur aty që vjen njëri goshdën tjetri patkuan dhe hajde gjeje se kush është në Albani në këtë mes. Venedik, duke qenë se sipas jush protestat ka shumë pak gjasa që ta rrëzojnë Edi Ramën, a mendoni se rrëzimi i tij mund vi nga Bashkimi Evropian, por më shumë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë edhe aktorët kryesorë të mbështetjes së SPAK-ut, teksa në Shtetet Bashkuara të Amerikës njëri prej kongresmenëve ka kërkuar dhe një hetim lidhur me lidhjet e Shqipërisë me trafikun e drogës? Pikërisht këtu është dhe ngërçimi i madh që kjo qeveri stokulli sot e kësaj dite. Nëse SPAK-u do ishte në nivelin e duhur, nëse ndërkombëtarët do të tregonin nivelin e duhur dhe madje ministri i brendshëm, ai jashtëm nëse gaboj, ka marrë dhe një pozicion as një hanës, as me protestuesit, as me pushtetin. Nëse më kujtohet ose më ndihmon nëse jam gabim. Para disa kohësh. Diku në ditën e 18 protestës ka dalë një deklaratë ministri i brendshëm i jashtëm i Gjermanisë. Dhe ka thënë që ne nuk kemi punë të marrim në punët e brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe smori kjo tregon që janë as një anës, as me njërin fjalë, as me tjetrën. Por unë di të them që ka krye diplomatët që kanë qenë të akredituar dhe pastaj do vi tek pyetja shumë e thellë, të akredituar në Tiranë para disa kohësh, ta merrnin pjesë në çdo lloj tubimi dhe në çdo lloj proteste, kishin fjalën e tyre të parë të nesërmen e protestës apo të çdo lloj ngjarje që ndodhte. Ta kësaj radhe ja ka futur një gjumi dhe po zvajtet i ngreshtë thua shikoni se po vetë ditat ktheheni në shtëpi tuaj, ta as ngrihen fare. Kështu që mua më duket që këtu s'merr pjesë askush dhe më duket se këta i shkojnë në krah pushtetit të Edi Ramës dhe thonë mirë jemi aty si jemi, po ja dolën kryet dot këta që po protestojnë, mirë, ne do vazhdojmë të ndjekim këta dhe ne do vazhdojmë ta ndjekim dhe ta përkrajmë Edi Ramën. Ky është mendimi im. Ta përkrajmë Edi Ramën sepse kështu na shkon në përkrah, mund të marrim çdo lloj pjesë, çdo lloj toke të majme të atij vendi që na shkon për interesin ton, të vendit tyre apo dhe tyre dhe personale. Ndërsa për SPAK-un, unë do të thoja që SPAK-u po të kishte qenë aq vendimtar në krahun e shqiptarëve, kjo e Zbërnecit, Riollit, në mamës të Kuksit, në Tëngjin të Lezhës, e kështu me radhë shumë tjera, në Korçë, Pogradece, ku do, Vlorë, ku s'ka. Këta do t'i kishin marrë zvarr, jo në burg, por për 24 orë, këta do t'i kishin neutralizuar, sepse në një vend, asnjë nuk është kundra investimeve në Shqipëri. Por nëse s'ka transparencë dhe çdo gjë bëhet në mënyrë të fshehtë, lepuri diku flet. Kështu që unë do thoya që SPAK-u ka qenë në gjumë dhe i ka vënë kapakun vetes në një farë mënyrë. Venedik, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që bashkëbiseduam dhe uroj që kjo situatë të jetë më të mirë për Shqipërinë, sepse ne shqiptarët meritojmë më shumë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.